Dy moderatorët, Aulona Musta dhe Fatma Haxhialiu, kanë ndarë mendimet e tyre mbi figurat aktuale të moderimit në televizione shqiptare. Komentet e tyre kanë shkaktuar reagime, sidomos ato që përmendin Beniada Nishanin, moderatoren e emisionit Miqtë e Pasdites në Radio Televizionin Shqiptar. E para që e përmendi Beniadën ishte Aulona, e cila u shpreh për emisionin Dalina Show se: "Për mua fakti që Beniada prezanton një emision pasditeje kur nuk di të flas shqip siç duhet në televizion publik, ndërkohë Fatma e mbështeti mendimin e saj duke shtuar se në televizionin publik shqiptar një nga rregullat kryesore është që të flasësh shqipe të rrjedhshme, të pastër, sepse është televizioni i të gjithë shqiptarëve." Deklaratat nuk u pritën mirë nga Beniada, e cila reagoi në Instastory me një mesazh të drejtpërdrejtë: "Qentlet e lehin, karvani ecën përpara." Kjo u interpretua si një përgjigje e qartë ndaj komenteve të bëra nga dy moderatorët në emision. Pas reagimit të saj, Aulona ndau një klip nga intervista duke e cilësuar komentin e saj si një opinion profesional dhe jo si ofendim personal. Në shpjegimin e saj ajo shkroi: "Pra ku ishte Eshara këtu? Ku ishte mos mbështetja e gruas?"